e kena pa musliman në vena në xhamia ku bëhet shumë itikaf, është prej pakujtësisë njerëzve, njerëzit nuk i rrin gati vetes edhe bëhet erë. Sidomos ata që rrin 10 ditë, fillon me ju ardhera, kështu nuk guxojnë musliman. Muslimani guxon me shku te shtëpia, mu pastru, shkon pastrohet, edhe vjen në itikaf, nuk ka të keqen ta, shkon pastrohet, nëse nuk ka mundësi në xhami, shkon pastrohet te shtëpia dhe kthehet në itikaf. I lejohet mu parfymos, për burra jem të fol, i lejohet parfymoset edhe rrin në xhami, nuk guxon me të ni era ty pse ti je në xhami, era kamve, era tesha, kështu nuk guxon, pse ti je mshel në xhami. Kjo nuk është cilësi e muslimanëve. Kur parfum tham te burrat lejohet, te gratë është e qartë që nuk është një gjë e tillë e lejuar, megjithatë pastërtia kërkohet prej secilit. E lutem Allahun azza wa jall me na bëj prej atyre që e pasojmë Rasulin alayhi salam dhe jem shembull në pasimin e tij.